përgjithësi biznesi i paneleve solare si është? A është i kënaqshëm niveli i informimit të njerëzve për këtë pasuri që na jep Zoti që ndonjëherë nuk dim të shfrytëzojmë? Fal angazhimit tonë, fal reklamave që bëjmë marketing kompanisë, fal panajreve, tash nuk është se në vitin 2008 kur për herë të parë kam pjesë në panajër, dhe në atë kohë kur ka ardhur dikush në shtandin ton ka pyet çfarë është kjo. Tash askush nuk pyet çfarë është ky panel. Po si bravo, sa atë thoshin çka është ky pasqyre, çka është ky bojler kaq i madh, çka është ky pasqyre me te. Po, dhe ka qenë imagjinoj për herë të parë kam pas nga Austria inxhinier të sonën kraptit to dhe e kytëm panajrin kur kemi shku në aeroport dhe janë nisë për në Austri, ma banë të mund që të urojmë shumë fat edhe sukses, apo derisa ju po e filloni një kapitull të ri me një shtet posa ka li, edhe ai popull nuk po e din se çka po tregton e ke shumë vështirë. Por prej 2008-ës ka zgjuar deri në 2016, kur 2016 jemi shpall shitse më i miri vitit në Austri.